Prefekti i Qarkut Kukës Dritan Baj zhvilloi një takim me strukturat përgjegjëse me qëllim vlerësimin e situatës aktuale të rreshjeve dhe përcaktimin e masave që do të zbatohen nga nëntori 2025 deri në mars të vitit 2026. E para do t'ju falenderoj gjithë juve për punën që është bërë këto 2 ditë e fundit, ku komiteti për gjithë Qarku është vënë provë për shkak kushteve të motit. Çdo gjë ka funksionuar mirë, po themi jemi aty ku duhet, me një nevojë për një përmirësim të vogël. Në Bashkinë Kukës gjithë akset janë të kalueshme, përjashtu një segment të rrugës në fshatin Tejdeni, që lidhet me qendrën e njësisë, si rezultati i shembjes një masivi Shkëmbor, është bllokuar rruga përkohësisht. Fadromat e drejtorisë rurale po punojnë aktualisht në këtë segment. Rruga e Ninqës në njësinë administrative Topojan, për shkak të rënies inerteve në rrugë dhe gurve, po punohet për lërimin e saj, ndërsa në njësinë administrative Zapod, të vendi quajtur Projezi, si rezultati i punëve të shumta të projekt, janë grumbulluar një sasi e madhe inertesh që po punohet për rehabilitim. Në njësinë Arën, rruga nga fshati Surrej ose njësia administrative Surrej, drejt qafës kombit që lidh njësinë Arën me njësinë administrative Surrej, është e bllokuar për shkak të rënies gurve dhe inerteve në rrugë, ndërsa gjithë njësitë e tjera administrative ka dëmtime të pjesshme në rrugë si rezultati i vështrimit të ujërave si në Bushtric, Bicaj, Malzi, Surrej, Shtiqen, Grikçaj dhe Tërthore. Aktualisht situata po monitorohet. Si rezultat i kësaj, në Qarkun e Kukësit kemi pas disa probleme me energjinë elektrike, kryesisht në Baramcur, Tropoje Vjetër, Qytet Fjerza dhe zona e Legbibare. Ekipet e OSSH janë në gatishmëri me gjitha mjetet për rikthimin e energjisë në kohën sa më të shkurtër dhe realisht është bërë. Aktualisht që flasim, kemi vetëm zonën e njësinë administrative Topojan, që është pa energji pas një defekti me 2 shtyllat të dëmtuara. Po, ka ndodhur, kemi rikthyer disa herë energjinë, por shkak të këtij defekti, sepse është në një territor vështirë malor. Gjithashtu, njësia administrative e Shëmërisë, kemi pas dhe aty probleme me energjinë, është rikthyer energjia. Aktualisht kemi në një situatë të stabilizuar.